Në Vlorë ashtu si në të gjithë vendin u votua për zgjedhjet e kryetarit të Partisë Demokratike. Me parimin një antar një votë, demokratët e Vlorës morën pjesë në referendumin e rikonfirmimit të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike Shqiptare. Pjesëmarrja në procesin e votimit ishte e konsiderueshme. Eralba Kreshpa, nën kryetare e Partisë Demokratike Dega Vlorë, thotë se janë 1600 antar, të cilët kanë të drejtën e votës. Sipas Kreshpës, procesi nisi i qetë dhe pa problematika. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Vlorës thotë pa se pjesëmarrja ishte e kënaqshme, teksa e vlerëson këtë proces si tepër të rëndësishëm. Procesi ka nisur si në gjithë Shqipërinë, ka nisur në orën 8, do të zgjasë deri në orën 18, por në bazë udhëzimit dhe nëse do ketë pjesëmarrës të tjerë, do të vazhdojë të zgjatet edhe më shumë se ora 18. Ka qenë një pjesëmarrje që më themi e kënaqshme deri në këto momente. Janë rreth 45 persona që kanë marrë pjesë. Antarët janë rreth 1600 dhe është me parimin një antar një votë. Mendoj që do vazhdojë që dhe mendoj që do ketë një pjesëmarrje të kënaqshme, sepse kur shumim orën që është rreth orës 9 dhe kemi këtë lloj pjesëmarrje, mendoj që nëse do vazhdojmë me këtë ritëm do të jetë një pjesëmarrje shumë e kënaqshme. Përcaktohet lideri i Partisë Demokratike, drejtuesi janë. Do sjell diçka të re për opozitën në rang vendi dhe kryeministri Vlorë? Sigurisht që po. Edhe demokratët e Vlorës e vlerësojnë këtë proces si tepër të rëndësishëm. Në fjalën e tyre thonë se Berisha mund të jetë i vetmi që zgjidh opozitën. Demokratët e Vlorës shpresojnë që pas rikonfirmimit të ketë ndryshime për opozitën në rang vendi. Është shumë i rregullt si proces. Është i rëndësishëm për të mbajtur Partinë Demokratike në këmbë, të cilën e ka mbajtur Sali Berisha dhe ai do ta mbajë. Të dani të gjitha të votojnë. Ky është mesazhi. Ne jemi të përgatitur për të vazhduar opozitën forcërisht. Unë kam ardhur të votoj të dalë drejta që të mirë po ikin, asnjë gjë nuk kemi në rregull në ekonomia, çdo gjë ka për tokë. Si vlerësoni këto zgjedhje? Se diel kemi një shpresë. Keni një shpresë? Po. Do sjellë diçka të re për opozitën? Do sjell shumë jo për Shqipërinë. I falenderoj gjithë ata që votojnë sot Sali Berishës. Erdhëm për të votuar për drejtat që kërkojmë si njerëz, që na mungojnë të gjitha. E po shtypemi si asnjëherë. Edhe në kohën e Enverit ka qenë më mirë se sa tashti. Nga ca mafioz, se janë tamam bandit mafioz. Sa i rëndësishëm është ky proces për ju demokratët e Vlorës? Tashi sa i rëndësishëm është do duket në fund. Sa i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm është. Po shpresojmë. Keni mesazh për demokratët e Vlorës? Tashi çfarë them, të ngrihen të gjithë ata që ndjejnë e kanë nga brenda ndjenjën e lirisë, e mos rrin ulur. Unë me zi jam në këtë moshë e sa ka tepsur pse nga kushtet që më krijuan të famshmit, edhe po vi. Jam antar në atë vjetët e Partinë Demokratike, domethënë doktor Sali Berisha. Është një nga idhullit tanë, është shpresojmë që ai të kthej me fjalë të arrëzoj këtë nomenklaturë që ka mafje që ngjitur në Shqipëri. Sa i rëndësishëm është ky proces për demokratët? Shumë fare. Shumë domosdoshmë. Do sjell diçka të re? Berisha mendoj se do bëj, siç ka bërë. Përsa i përket të rrethit të Vlorës, është votuar edhe në Selenic, ku 900 antar kanë të drejtën e votës, por edhe në Himar, ku kanë qenë rreth 320 antar me këtë të drejtë vote. Procesi votimit vijon edhe në rang qarku në 4 bashkitë e tjera të jugut, në Sarand, Delvin, Finish si dhe Konispol.